Speci djegës të shpëtoni jetën, 3 arsye pse duhet ta konsumoni çdo javë. Një lajm i mirë për të gjithë ata persona të cilët konsumojnë speca djegës. Një ullum i miri sugjeroi se ajo mund të ofrojë shumë përfitime, sidomos kundër komplikacioneve të shëndetit të zemrës dhe radikaleve të lira. Përfshirja e specave të kuqdjegës në dietën tuaj mund të jetë një lehtësim i dur për mbrojtjen e organizmit në betejën kundër komplikacioneve të tyre. Me shumë mundësi ju do të jetoni më gjatë se sa shoku juaj që nuk është fan si speci djegës, citoi studimi. Përfshirja e specave të kuqdjegës rregullisht në dietën tuaj mund të japë rezultate fantastike në mbrojtjen e organizmit dhe lehtësimin e tij. Një përmbledhje e 4729 studimeve. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Të mëparshme, të cilat përfshin të dhëna shëndetësore nga më shumë se 570.000 njerëz nëpër botë, zbuloi se njerëzit të cilët hanë speca djegës kanë 26% më pak risk të humbasin jetën nga sëmundjet e zemrës dhe kanë 23% më pak risk nga komplikacionet e radikaleve të lira krahasuar me njerëzit që hanë rrallë ose shumë më pak speca djegës. Speca djegës ndihmojnë gjithashtu në uljen e niveleve të kolesterolit në gjak dhe parandalojnë mpiksjen e tij. Duke i konsumuar ato, ju do të shmangni gjithashtu goditjen në tru dhe gjithashtu do të përmirësoni shëndetin tuaj të zemrës. Përfshirja e specave të kuqdjegës në dietën tuaj mund të jetë një mburojë e veçantë për rindërtimin e organizmit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Ndaj, nëse doni të përfitoni më shumë, shtojeni specin e kuqdjegës në dietën tuaj. Ai është gjithashtu i pasur me antioksidantë të fuqishëm që ndihmojnë në shëndetin e syve. Specat e kuqdjegës janë të pasura me vitaminën C dhe nëse doni ta përfshini specin e kuqdjegës në regjimin tuaj të përditshëm, kjo mund të përshpejtojë edhe metabolizmin, t'ju ndihmojë të hiqni kilogramat e tepër dhe të digjini më shumë energji gjatë ushtrimeve. Kështu, përfshirja e specave të kuqdjegës në dietën tuaj do të jetë një aleat i veçantë i organizmit në betejën kundër komplikacioneve. Përfitime shëndetësore të përfshirjes së specave të kuqdjegës përmirësojnë shëndetin, tretjen, metabolizmin, lehtësojnë migrenën dhe zvogëlojnë riskun kundër radikaleve të lira. Speci i kuqdjegës mund të cilësohet sipas Healthyside, një vlerë e shtuar e organizmit tuaj në betejën kundër këtyre shqetësimeve. Speci i kuqdjegës është i njohur për aftësinë e tij për të mbrojtur organizmin dhe për të lehtësuar kështu komplikacionet e njëpasnjëshme. Nëse doni të përfitoni më shumë nga vlerat e tij, sigurohuni ta keni pjesë të pandarë të dietave tuaja. Sipas Healthline, në këtë video do të rendisim përfitimet kryesore që do të merrni nga konsumi i specave të kuqdjegës në dietën tuaj. Disa i mbajnë larg me idenë se specat e kuqdjegës nuk duhet të përfshihen në regjimin ushqimor, por çfarë e bën kaq special specin e kuqdjegës për të konsumuar vazhdimisht në dietën tuaj? Arsyeja pse speci i kuqdjegës është përdorur në mjekësinë tradicionale dhe pastruese është pikërisht ky përbërës, i quajtur kapsaicin. Kapsaicin është përbërësi aktiv kryesor i specave të kuqdjegës në shumëllojshmërinë e përfshirjeve të tyre në dietën tuaj. Pikërisht ky përbërës u jep shijen e tyre djegëse, shpjegon Jamie Allan, profesori i farmakologjisë dhe toksikologjisë në Michigan State University. Pikërisht kapsaicin qëndron pas shumë benefiteve shëndetësore të specave të kuqdjegës vazhdimisht në dietën tuaj, sipas dietologes Alisa Ramsey. Por cilat janë përfitimet e qëndrueshme të specave të kuqdjegës në dietën tuaj? Për shkak se kapsaicin arrit lehtë temperaturën e trupit, që do të thotë se digjni më shumë kalori, speci i kuqdjegës mund të nxjisë edhe metabolizmin tuaj. Disa kërkime kanë vërtetuar se kapsaicin ndihmon kundër dhimbjeve për shkak se redukton të quajturën substancën P, një kimikat i rëndësishëm për transmetimin e dhimbjeve. Nëse përdorni një krem me kapsaicin, në fillim do të keni pak dhimbje dhe irritime, por më vonë do të ndjeheni më mirë me shëndetin tuaj, citoi studimi. Përfshirja e specave të kuqdjegës në dietën tuaj
mund të ofrojë gjithashtu edhe një rritje të vlerave të antioksidantëve. Antioksidantët, këto substanca ushqyese që gjenden me shumicë të specave kuqdjegës, do ta kthejnë atë në një prej produkteve më të vlefshme në rritjen e vlerave të trupit dhe lehtësimin e komplikacioneve të saj. Antioksidantët parandalojnë dhe zvogëlojnë dëmtimin e qelizave të shkaktuara kryesisht edhe nga ato të radikaleve të lira. Ndaj, nëse doni të përfitoni në maksimum nga vlerat e specave të kuqdjegës, atëherë përpiquni t'i keni pjesë të dietave tuaja të rregullta. Kështu ndikimi i tyre në organizëm do të jetë vërtet më i madh dhe më i fuqishëm, citoi studimi. Ekspertët thonë se përfshirja e specave të kuqdjegës në dietën tuaj mund të ndihmojë edhe në problemet e kongestionit. Specat e kuqdjegës ndihmojnë në zbutjen dhe pastrimin e kongestionit. Kapsaicin mund të zvogëlojë dhe të zhbllokojë venat e gjakut në hund, e cila duke se mund të çlirojë gjendjen tuaj. Mund të përmirësojë gjithashtu edhe qarkullimin e gjakut. Kapsaicin ka dhënë prova se redukton kolesterolin dhe trigliceridet dhe ndihmon gjithashtu edhe në formimin e mpiksjes. Të gjithë këta faktorë promovojnë qarkullimin e gjakut më të shëndetshëm dhe lehtësojnë komplikacionet. Por speca djegës kanë edhe anën e tyre të errët. Produktet pikante, duke përfshirë edhe speca djegës, nuk janë për këdo. Nëse keni probleme me stomakun dhe urthin, pasi hani speca të kuqdjegës, duhet të bëni kujdes me sasinë. Ushqimet pikante si specat e kuqdjegës gjithashtu i irritojnë zorët duke shkaktuar edhe probleme të diarres. Por kush mund t'i përdorë speca djegës? Ato mund t'i përfshini fare lehtë në perimet e pjekura, mund t'i përgatisni në vaj ose edhe në përbërje të ndryshme. Vlerat që do t'i ofrojnë në shëndetit do t'jenë të larta, por vetëm duhet të përdoren në sasinë e duhur për të evituar komplikacionet në organizëm. Specat e kuqdjegës janë një nga produktet që vështirë se mungojnë në tryezat shqiptare dhe gjithashtu mund t'i japin shumë vlera të shtuara organizmit edhe në lehtësimin e komplikacioneve të tyre. Ajo na pëlqen dhe gjithashtu mund të ofrojmë shumë vlera për mbrojtjen e shëndetit, por duke përfshirë specat e kuqdjegës në dietën tuaj të rregullt, do të keni një nxitje më të mirë të imunitetit dhe një lehtësim të komplikacioneve të tyre. Pavarësisht incidenteve të tilla të kuzhinës, specat e kuqdjegës kanë një sër vlera shëndetësore, të cilat ja vlen që t'i shtoni në dietën tuaj. Speci i kuqdjegës mund të përdoret i thatë ose edhe i freskët. Ai mund të përdoret në salca të ndryshme, në gatime me mish, në supa ose edhe në fasule. Niveli i nxehtësisë së specave mund të minimizohet duke hequr prej tyre disa prej farave. Farat duhet të hiqen duke përdorur doreza dhe kështu nuk do të shkaktojnë djegje të pjesës së lëkurës ose edhe acarime të syve. Specat e kuqdjegës janë një zgjidhje shumë e mirë për çështjen tuaj të stomakut. Ekspertët thonë se shtimi i specave të kuqdjegës në dietën tuaj mund të jetë një mburojë e mirë për stomakun për sa kohë ju nuk e teproni me konsumin e tyre. Konsumi i rregullt i specave djegës në dietën tuaj do të jetë një mburojë e çmuar gjithashtu edhe për shëndetin e zemrës. Ekspertët citojnë se përfshirja e specave të kuqdjegës në dietën tuaj duke i konsumuar në sasinë e duhur dhe brenda normës së cilësuar do të jetë një mburojë e vërtet për shëndetin tuaj kardiak, duke parandaluar komplikacionet dhe duke sjellë rezultate të mira ushqyese në këtë drejtim. Ekspertët thonë se speci i kuqdjegës mund të fuqizojë imunitetin. Vitamina A e njohur ndryshe si beta-karoten që gjendet te specat e kuqdjegës, shërben si mburojë kundër patogjenëve dhe arrin të formojë membrana të ndryshme mbrojtëse për rrugët e qarkullimit të ajrit, mushkëritë, traktin urinar edhe duke rritur imunitetin ndaj infeksioneve. Specat e kuqdjegës mund të ndihmojnë për të rënë nga pesha. Nëse shtoni specat të kuqdjegës në vaktet tuaja, do ta keni më të lehtë të evitoni kilogramat e tepërt dhe të përmirësoni gjendjen tuaj, citon Healthline. Vëmendje, ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme.
masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjoni këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.